10 ditët e para të këtij muaji janë 10 ditët më të mira brenda gjithë vitit. Nuk ka ndonjë ditë që veprat e mira janë më të dashura te Allahu se sa këto 10 ditë. Më të mira se ditët e Ramazanit, gjitha ibadetet gjatë këtyre 10 ditëve kanë vlerë, janë më të dashura se në ditë të tjera tek Allahu Azza wa Jall. Çka i dallon këto ditë? Për çfarë arsye këto ditë janë kaq madhështore? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, Allahu Azza wa Jall në një prej ajeteve të Kur'anit tha: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Allahu Azza wa Jall, Zoti yt është ai i cili krijon çdo gjë dhe në mesin e tyre zgjedh. Allahu Azza wa Jall nga gjitha krijesat i zgjodhi, i dalloi, i veçoi disa prej tyre. Allahu Azza wa Jall i dalloi disa nga melajket. Allahu Azza wa Jall i zgjodhi disa prej njerëzve. Allahu Azza wa Jall i dalloi disa prej vendeve. Allahu Azza wa Jall i dalloi dhe i veçoi disa prej xhamiave nga mesi gjithë xhamive mbi sipërfaqen e tokës. Allahu Azza wa Jall i dalloi dhe i zgjodhi edhe disa kohra, edhe disa ditë të cilëve ju dha vlerë më shumë se gjitha ditë të tjera brenda vitit. Andaj ne pohim këto ditë në disa ditë të cilat janë llogariten ditët më të mira të gjithë vitit, dhe këto ditë janë 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijja. 10 ditët e para të këtij muaji janë 10 ditët më të mira brenda gjithë vitit. Tha Allahu Azza wa Jall: "Wal fajr wa layalin 'ashr." Pasha agimin dhe pasha 10 netët, kanë thonë dietarët, këto wa layalin 'ashr janë 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijja. Gjithashtu tha Allahu Azza wa Jall: "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dhe besimtarët ta përmendin, ta përkujtojnë Allahun Azza wa Jall në ditët e caktuara. Thot Abdullah ibn Abbasi, këto ditët e caktuara, këto ditët e njohura janë 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijja. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ma min ayamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayami al-ashr." Nuk ka ndonjë ditë që veprat janë më të dashura,
veprat e mira janë më të dashura te Allahu se sa këto 10 ditë. Than, walal jihadu fi sabilillah, ja Rasulallah, as gjihadi në rrugën e Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as gjihadi në rrugën e Allahut, përveç nëse njeriu del nga shtëpia e tij me veten dhe pasurinë e tij dhe ma nuk kthehet asnjëherë. Këto 10 ditë janë 10 ditët më të mira të gjithë vitit, më të mira se ditët e Ramazanit. Disa nga dietarët kanë thënë këto 10 ditë janë më të mira se 10 ditët e fundit të Ramazanit. E disa nga dietarët kanë thënë në mesin e tyre Ibn Taymija rahimahullah, i cili në mundësinë e bashkimit të argumenteve tha 10 ditët më të mira të gjithë vitit janë 10 ditët e para të muajit Dhulhijja dhe 10 netët më të mira të gjithë vitit janë 10 netët e fundit të muajit të Ramazanit. Pra këto ditë në të cilat ne pohim janë ditë madhështore, janë ditë me vlerë të madhe, me rëndësi të madhe, që besimtari duhet të mundohet këto ditë t'i shfrytëzon me punë të mira, me ibadeten dhe Allahut Azza wa Jall, nga se edhe ibadetet në këto ditë kanë vlerë të madhe, si tha Ibn Rejebi rahimullah, gjitha ibadetet gjatë këtyre 10 ditëve kanë vlerë, janë më të dashura se në ditë të tjera tek Allahu Azza wa Jall. Po gjithashtu kanë thënë dietarët, edhe gjunahet, edhe gabimet, edhe mëkatet në këto ditë janë më të rënda ndaj Allahut Azza wa Jall se sa në ditë të tjera. Çka i dallon këto ditë? Për çfarë arsye këto ditë janë kaq madhështore? Kanë thënë dietarët, në këto ditë tubohen aq shumë ibadete të cilat nuk tubohen në as një rast tjetër gjatë gjithë vitit. Në këto 10 ditë besimtarët e falin namazin, në këto 10 ditë besimtarët agjerojnë, në këto 10 ditë besimtarët japin sadaka, në këto 10 ditë janë ibadetet e haxhit, është shtylla e 5 e Islamit e cila realizohet në këto ditë, që nuk është në ditë të tjera gjatë gjithë vitit. Andaj këto ditë janë madhështore, e në ditën e 9 të këtyre ditëve është dita e madhe, dita e Arafatit, e që dita e 10 e tyre është dita e parë e Bajramit të Kurbanit, që në atë ditë fillon gjithashtu një ibadet madhështor për të cilin na nxiti, na porositi, na urdhëroi Allahu Azza wa Jall që ne ta realizojmë një ibadet të tillë, i cili është therja e kurbanit për hir të Allahut Azza wa Jall. Fa Allahu Azza wa Jall, fasalli li rabbika wanhar, dhe falu për Zotin tënd dhe therr kurban. Allahu Azza wa Jall i urdhëron besimtarët që në ditën e Bajramit, e cila vazhdon pastaj edhe në 3 ditë të tjera deri para perëndimit të diellit, të ditës së 4, therni kurban për hir të Allahut Azza wa Jall. Besimtari, ai i cili ka mundësi, kërkohet prej tij që ta realizon këtë ibadet madhështor për hir të Allahut Azza wa Jall, e që dietarët kanë diskutuar nëse ky ibadet është sunnet apo është wajib, e që sipas medhhebit Hanefi, sipas Imam Ebu Hanifes, therja e kurbanit është wajib për atë i cili ka mundësit. Këti mendimi i bashkangjitet dhe Ibn Taymija rahimullah dhe dietar të tjerë, ndërsa shumica e dietarëve janë të mendimi që therja e kurbanit është sunet. Megjithatë, qoftë wajib apo qoftë sunet, në kohën në të cilën ne bëjmë harxhime të ndryshme, harxhime të mëdha, plotësojmë dëshira të shumta, ndoshta harxhimet tona në shumë raste janë edhe për gjëra të panevojshme, therja e kurbanit në këto ditë është për ibadeteve më të mëdha, për ibadeteve më të dashura të Allahu Azza wa Jall, që besimtari duhet të mundohet ta realizon
këtë ibadet. Ndërsa në ajetin tjetër tha Allahu azza wa jall, "Qul inna salati", thuaj namazi im, wa nusuki, dhe kurbani im, wa mahjaja, edhe gjithë jeta ime, wa mamati, po edhe vdekja ime, lillahi rabbil alamin, janë për hir të Allahut azza wa jall, la sharika leh, nuk I takon shok ati. Therja e kurbanit bëhet vetëm për hir të Allahut azza wa jall. Therja e kurbanit për dikan tjetër pos Allahut o shirk në Allahun azza wa jall, e prish imanin, e prish islamin, e prish fenë e njeriut. Besimtari duhet të ketë kujdes. Çdo ibadet I drejton vetëm Allahut, la sharika leh. Ati nuk I takon shok, nuk I takon ortak. Nëse kurbani theret për gjinët, nëse kurbani theret për shejtanët, nëse kurbani theret për idhujt, nëse kurbani theret për dikan tjetër pos Allahut, kjo e rrezikon, kjo e shkatron, kjo e ban pluhur gjithë imanin e besimtarit. Andaj therim kurban vetëm për hir të Allahut azza wa jall, duke u larguar prej mënyrave, prej gjërave të gabuara, të devijuara, duke u larguar nga disa tradita të shëmtuara që njerëzit ndoshta në të kaluarën I ka vepruar. Jo kurban në për themele të shtëpisë, jo kurban në për beton dhe armatur, jo kurban me qëllimin që gjaku I kurbanit do të ruan ty, do të mbron ty, do të mbron familjen, e kështu me radhë. Gjaku I kurbanit nuk e luan një rol të tillë. Ty të mbron Allahu, ty të ruan Allahu. Mbështetja jon të jetë vetëm në Allahun azza wa jall. Tha Allahu, "Len yanala Allaha luhumuha wala dimauha", të Allahu nuk arrin as mishi I kurbanit e as gjaku I kurbanit, walakin yanaluhu taqwa minkum, arrin devotshmëria juaj kur ju e bani një ibadet, një vepër vetëm për hir të Allahut azza wa jall. Andaj në këto ditë madhështore, të cilat fillojnë, janë 10 ditë të mëdha që besimtari duhet të mundohet të shfrytëzon me namaz sa më shumë përveç farzeve, me agjerim sa më shumë agjerim nafile, me sadaka, ai I cili ka pasuri të jep sa më shumë për hir të Allahut azza wa jall, me ibadete të ndryshme deri në ditën e Bajramit, ku fillojmë pastaj edhe me therjen e kurbanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e theri kurbanin e tij në ditën e Bajramit dhe tha, "Allahumma taqabbal min Muhammad", o Zot, pranoje këtë kurban prej Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, wa min ali Muhammad, dhe prej familjes së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, wa min ummeti Muhammad, dhe prej gjithë ummetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne si pasues të tij therim kurban për hir të Allahut azza wa jall, me shpresë që të arrijm shpërblimin dhe të arrijm kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Elusim Allahun azza wa jall, Allahu të na mundson që këto ditë të mëdha të shfrytëzojmë me punë të mira, me ibadeten e Allahut, e të arrijm kënaqësinë e Allahut. Elusim Allahun azza wa jall, Allahu gjitha ibadetet tona të ne pranon, gjunahet tona të ne fal dhe të ne pastron. Lusim Allahun azza wa jall, musliman kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun azza wa jall, nga dënimi xhehenemit të na shpëton, në xhennetin Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.